Ai I tha, idh qale Jusufu li ebihi, ja abati, inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin. O baba im, unë kam pa një ëndër, pra kam pa në ëndër se 11 yje, dielli dhe hëna më bënin sejdë, më nështroheshin. Kjo ëndër nuk diti Jakubi a.s. ta komentoj, por në vetvete të thot diçka shumë. Dielli që Allahu xhalla xhelaluhu ka bërë shumë krijesë të veçantë, hëna që është krijesë shumë e veçantë, ti bën sejdë një njeriut, edhe ai ti shoh se kështu do të jetë, pastaj edhe 11 yje të tjera. Është gjë interesante. E Jakubi tha, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kayda. Mos ja trego këtë ëndër vëllazër për atëherë. Sepse ata mund të bëjnë ndonjë orvatje të hakmarrjes. Inna shejtane lil insani aduwwun mubin, duke ditë se shejtani për njeriun është armik I përbetuar. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. Kësaj Allahu do të zgjedh ty, do të zgjedh dhe do të mësoj ty komentin e ëndrave. Dhe jo vetëm kaq, yutimmu ni'matahu alayka wa ala ali Yaqub kama atammaha ala abawayka min qablu Ibrahim wa Ishaq. Ai do të kompletoj, do të plotësoj nimetin e tij ndaj teje ashtu sikur ka vepruar me Jakubin dhe sikur e ka plotësuar me dy prindrit e tu më herët që janë Ibrahimi dhe Ishaku. Pra prindrit në këtë rast gjyshi dhe 4 gjyshi, ose së gjyshi. Cila është ajo dhunti, cila është ai nimet, ai është pejgamberllëku, që ti do ta plotësosh, pra do të jesh edhe pejgamber. Inna rabbaka alimun hakim.